Lavdrimi para 10 viteve kur erdhi filloi të ushtrohej me mua, Taekwondo Lionding. Ka qenë shumë i vogël edhe ka pas një talent shumë të veçantë. Më vjen shumë mirë që lavdrimi merret me këtë sport dhe shpresojmë të ngritet sa më lart me këtë angazhim dhe dëshirë të madhe që e ka për këtë sport. Fillimisht kur erdhi lavdrimi e kemi parë që është shumë i talentuar. Kur ja vendosëm dorezat për herë të parë, e kuptuam se është një talent që synon të arrijë majat e suksesit. Një nga trajnerët e lavdrimit ka treguar për fillimet e tij qysh në moshën 7 vjeçare kur edhe ka filluar me angazhimin në kickbox. Ai ka qenë 2 herë kampion në Austri dhe ka përvojë të çmueshme në këtë sport. Ai ka fjalë të mrekullueshme dhe shumë shpresdhënëse për lavdrimin. Sipas tij, nëse lavdrimi vazhdon me këtë intensitet të zhvillimit profesional, ai do të bëhet kampion botror. My name is Şenol Kitsiltas. I'm 37 years old. I'm now 30 years in the business. I started fighting with 7 years. And my first fight I had with 14 years. I had more than 16 fights. Then I was 3 times Austrian champion, 1 time European champion, and I have a lot of experience. If Lavdrim continues training like this, he will be soon a world champion. And he has a family, he supported them, and the only thing he must do is keep fighting and keep training. Kickboksieri Shkodran Veseli ka përcjellur në ring Lavdrim Recepin në ndeshjen e tij që u mbajt kundër kickboksierit Yusuf Asante në Winterthur të Zvicrës. Me këtë rast, pat kënaqësinë t'i vizitoi edhe vëllezërit Shemsi dhe Hysni Beqiri, kampionët e Glory Kickboxing në Basel të Zvicrës.